Në një qytet të vogël buzë një lumi të qetë, ku rrugicat ishin të mbushura me aroma byreku dhe thirrjet e shitësve ambulant, jetonte një vajzë e vogël, vetëm 9 vjeçe, e quajtur Elira. Ishte e vogël në moshë, por me një zemër aq të madhe, sa dukej sikur mund të mbante brenda gjithë dhimbjet e botës. Elira shiste ëmbëlsira shtëpie çdo pasdite, jo sepse donte, por sepse duhej. Nëna e saj punonte orë të gjata në një fabrikë ushqimore, dhe ajo përpiqej ta ndihmonte me ç'mundte. Ditët e dimrit kishin filluar të ashpërsoheshin. Era e ftohtë përplasej fort mbi fytyrën e saj, por ajo vazhdonte të ecte me një kuti të vogël druri, ku mbante ëmbëlsirat e bëra nga dora e nënës. Qytetarët e njihnin si vajza që buzëqesh gjithmonë, sepse ajo, me gjithë lodhjen dhe vështirësitë, nuk harronte asnjëherë të buzëqeshte. Por jo të gjithë e shikonin me sy të mirë. Kishte nga ata që mendonin se shitja në rrugë ishte turp. Kishte të tjerë që e konsideronin bezdi. Dhe pastaj, kishte edhe njerëz që, për arsye të pakuptueshme, nuk e duronin thjesht praninë e saj. Një prej tyre ishte Ergysi, një burr i pasur, i njohur në gjithë qytetin si milioneri me humor të keq. Një njeri i ftohtë, arrogant, me kostume të shtrenjta, makina luksoze dhe një sy të mprehtë që i vështronte njerëzit poshtë fundës. Në kompani ishte i ashpër, shpesh i pandjeshëm, por i respektuar për suksesin. Askush nuk e njihte vërtet, askush nuk dinte historinë e tij. Askush nuk e kuptonte pse ai sillej aq keq me njerëzit më të dobët. Ajo ditë filloi si çdo ditë tjetër për Elirën. Nëna i kishte lënë 20 copa ëmbëlsira dhe i kishte dhënë një puthje në ball. Vajza kishte vrapuar në qytet me shpresën se do t'i shiste të gjitha përpara mbrëmjes. Por ajo nuk e dinte se ajo ditë do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Takimi i paralajmëruarora ishte rreth 4 pasdites, kur Elira u afrua te hyrja e një ndërtese të madhe zyrash, aty ku punonin njerëzit me kostume të shtrenjta, aty ku kishte gjithmonë lëvizje dhe zëra. Vajza e vogël mendoi se ndoshta do të gjente ndonjë klient të mirë, sepse njerëzit e pasur hanë më shumë ëmbëlsira. Kishte dëgjuar dikur dik të thoshte. Ndërsa qëndronte me kutinë në duar dhe priste, dera automatike u hap dhe prej andej doli një burr i gjatë, me flok pak të thinjur dhe sy të akull. Ajo buzëqeshi menjëherë. Zotëri, dëshironi të provoni një ëmbëlsirë? Janë të freskëta, zëri i dridhej pak, nga i ftohti dhe nga shpresa. Ergysi e hodhi një vështrim të shpejtë, të ftohtë, të ashpër. Ai nuk i pëlqente që fëmijët të shisnin në rrugë. Nuk i pëlqente që dikush t'i afrohej pa e ftuar. Dhe sidomos nuk i pëlqente kur dikush i dilte përpara rrugës. Largoju, tha ai, pa ja lëvizur as vetullat. Elira qëndroi pak, nuk lëvizi. Mendoi se ai ndoshta nuk e kishte dëgjuar. Ndaj ngriti pak kutin lart. Vetëm një, zotëri kushton pak, por përpara se ta mbaronte fjalinë, ai bëri një hap të shpejtë, shtyu kutin me dorë, dhe së bashku me të edhe vajzën, e cila u rrëzua në shkallë. Ëmbëlsirat ranë në tokë, disa u thyen, të tjerat u rrotulluan drejt trotuarit. Mos më dil më para, tha ai me një zë që të ngrinte gjakun. Më pas u largua duke mos e kthyer kokën. Elira qëndroi në tokë për disa sekonda. Fytyra ju skuq nga turpi, syt ju mbushën me lot, por nuk qau. Asnjëherë nuk qante para njerëzve. Ajo mblodhi me kujdes copat e ëmbëlsirave të rëna, fshiu duart në pallton e saj të vjetër dhe u ngrit. Nuk e urrente burrin, vetëm nuk e kuptonte. Sekreti që fshihej pas asaj shtyrien të njëjtën ndërtesë ku punonte Ergysi, në katin e 5, ndodhe zyra e njërit prej biznesmenëve më të fuqishëm të qytetit. Arben Kodra, një njeri i drejtë, i butë, i cili mbahej si shefi më i respektuar në industrinë e tij. Askush në qytet nuk e dinte, por Arbeni ruante një sekret që ai vetëm mbante të fshehur prej vitesh nga e gjithë bota. Ai sekret ishte Elira. Elira nuk ishte thjesht një vajzë e vogël që shiste ëmbëlsira. Ajo ishte vajza e shefit të Ergysit. Fëmia që Arbeni kishte pasur vite më parë me një grua që e kishte dashur, por që jeta i kishte ndarë. Vajza që ai nuk mund ta merrte me vete për arsye që askush nuk i dinte. Vajza të cilës i dërgonte para fshehurazi çdo muaj përmes dikujt që dinte të heshte. Vajza që ai shihte vetëm nga larg, nga dritarja e zyrës, me një dhimbje që e shtrëngonte zemrën. Vajza që ai nuk kishte guxim të i thoshte, unë jam babai yt. Dhe ironia më e madhe e fatit ishte kjo. Njeriu që e shtyu, që e poshtëroi, që i hodhi ëmbëlsirat në tokë, punonte pikërisht për baban e saj. Dhe shumë shpejt e vërteta do të shpërthente. Një zhbërje e shtur kur Elira u largua atë pasdite, ajo qëndroi pak pranë lumit. E mori kutin bosh në prehrin e saj dhe shikoi ujin që rrithte ngadalë. Ndoshta nuk jam e mirë në këtë punë, mendoi ajo. Ndoshta duhej të hiqte dorë. Ndoshta njerëzit kishin të drejtë të mos e donin pranë. Por pastaj kujtoi fytyrën e lodhur të nënës, duart e saj të qara, shikimin e saj plot shpresë çdo herë që pyeste. A i shite ëmbëlsirat, bi?
Jo, nuk mund të dorëzohej. Ajo mori frymthell, ngriti kokën dhe vendosi të ecte mëtej, të mbante fort kutinë dhe të provonte përsëri. Por ndërkohë, në katin e 5 të ndërtesës së madhe, dikush tjetër kishte parë gjithçka. Arben Kodra, i shtangur pas xhamit të zyrës së tij, kishte parë vajzën të shtyhej, të rrëzohej, të mblidhte ëmbëlsirat me duar që i dridheshin. Dhe zemra e tij nuk kishte rahur kurrë aq fort. Ditët që pasuan ishin të tensionuara, por gjithashtu mbushur me ndjesi të pazakonta. Elira vazhdonte rrugtimin e saj të zakonshëm, duke shitur ëmbëlsira për të ndihmuar nënën, por mendja e saj nuk e linte dot momentin e asaj shtyse të ashpër nga Ergysi. Një ndjesi e re, e çuditshme, filloi të rritet brenda saj. Ndoshta kishte diçka më shumë pas këtij burri të ftohtë, diçka që nuk kuptoi menjëherë. Ergysi nga ana tjetër nuk mund të harronte fytyrën e vogël të vajzës që sapo kishte shtyrë. E vetëdijshme ose jo, ai filloi të ndjente një siklet të çuditshëm sa herë që e takonte në rrugë, sikur diçka e madhe të ishte përzier me jetën e tij. Diçka që nuk kishte të bënte vetëm me ëmbëlsira dhe shitje në rrugë. Ai nuk e dinte ende se ajo vajzë ishte fëmia e shefit të tij, një fakt që do ta ndryshonte gjithçka. Një takim i papritur një ditë, ndërsa Elira po ecte drejt sheshit kryesor të qytetit me kutinë e saj të vogël, ndjeu një pranim tërheqëse prapa saj. Një dorë e madhe e zuri i përkrahu dhe e tërhoqi pak nga rruga. Vajza u drodh, mendoi se ndodhte diçka e keqe, por u ndal dhe pa fytyrën e Ergysit, jo me shikimin e zakonshëm të ftohtë, por me një hidhërim të pashpjegueshëm. Mos u shqetëso, nuk do të të dëmtoj, tha ai, zëri i tij më i butë se zakonisht. Elira e shikoi me dyshim. Nuk e kuptonte pse burri i madh, i ashpër, po i fliste kështu. Ai ia dha dorën për të ngritur nga toka dhe shtoi. Vajza e vogël, unë dua të flas me ty. Elira rrëzoi syt, mbajti kutinë fort dhe nuk foli. Nuk e dinte çfarë të thoshte. Ndërkohë, Ergysi vazhdoi. Nuk është e drejta ime të trajtoj kështu. Nuk e dija kush ishe. Fjalët e tij ishin të mbushura me një ndjesi i faji që ajo nuk mund ta kuptonte ende. Por çfarë do të thoshte? Nuk e dija kush ishe. A nuk e kishte parë vetëm një vajzë të vogël që shiste ëmbëlsira? Kush jam unë? Pyeti Elira, me zërin e saj të dridhur. Ergysi e shikoi gjatë. Më pas ia tha të vërtetën që do të shkunte çdo siguri që ajo kishte pasur. Ti je vajza e shefit tim. Vajza e Arben Kodrës, Elira u trondit. Zemra ju rrokullis si top. Nuk e dinte se si të reagonte. Çfarë donte të thoshte Ergysi me këtë? A ishte e vërtet? Por ai nuk e mohoi. Në të vërtetë, fytyra e tij kishte një seriozitet të tillë që nuk mund të ishte gënjeshtër. Babai im, tha ajo, duke tentuar të mbante qetësinë. Ergysi i dha një puthje në ball, jo një puthje e zakonshme, por një puthje që shprehte respekt dhe ndjeshmëri. Po, dhe unë nuk do të lëndoja më, por duhet të dish që gjithçka që ndodhi nuk ishte rastësi. Elira qëndroi pa folur, duke përpjekur të kuptonte. Sekreti i fshehur i Arbenit Arbeni kishte një sekret të madh. Ai e kishte pasur vajzën me një grua të thjeshtë, por e kishte humbur për arsye të rënda familjare dhe ekonomike. Nuk kishte guxim ta merrte me vete, sepse friksohej se do të ndodhte diçka që nuk mund ta kontrollonte. Por çdo muaj, ai i dërgonte para për të mbajtur shkollën e saj dhe për të siguruar nevojat bazë. Ai e shihte nga larg, e ruante në heshtje, duke menduar se një ditë do të vinte koha për të zbuluar gjithçka. Dhe tani koha kishte ardhur. Fati kishte vendosur që ajo vajzë që Ergysi kishte shtyrë të ishte pikërisht fëmia e tij. Por nuk ishte e thjeshtë. Arbeni nuk donte që vajza të mësonte gjithçka menjëherë. Ai donte që gjithçka të ndodhte gradualisht. Ai donte të ruante sigurinë e saj dhe të mos e trondiste me të kaluarën që kishte qenë plot vuajtje dhe fshehtësi. Një plan i papritur Ergysi, i cili më parë duke i ftohtë dhe i pakuptueshëm, tani ishte pjesë e këtij plani. Ai do të ndihmonte Arbenin të afrohej me vajzën. Ai do të tregonte respekt dhe kujdes, duke shndëruar çdo dëm të bërë më parë në një mundësi për të ndrequr gabimin. Elira, tha Ergysi një pasdite, duke ndjekur në sheshin ku zakonisht shiste ëmbëlsira. Do të doja të ndihmoj. Elira nuk e priti këtë. Nuk e dinte si ta perceptonte, por ndjeu diçka të ngrohtë në fjalët e tij. Ishte e papritur, e pazakontë. Ai nuk e dinte gjithçka, por ndjeu se secili hap i tij do të kishte rëndësi për fatin e saj dhe të Arbenit. Një afërsi e filloi ditët kaluan dhe Ergysi filloi të ndihmonte Elirën të shiste më shumë ëmbëlsira, duke mbrojtur nga njerëzit që mund të ishin të ashpë. Ai u bë mbështetja e saj e heshtur, një figurë e panjohur që gjithmonë qëndronte në prapasken. Elira filloi të besonte paksa tek ai. Ishte një ndjesi e re, të kuptonte se jo të gjithë njerëzit e pasur ishin të ftohtë dhe egoist. Disa kishin një zemër, edhe nëse nuk e tregonin shpesh. Por një ditë, gjatë një dite të zakonshme,
Ergysi mori një mesazh në telefon dhe fytyra e tij u ngrys menjëherë. Mesazhi ishte nga Arbeni: "Është koha. Duhet që ajo të di gjithçka." Dhe në atë moment, Ergysi kuptoi se ishte më shumë se sa një mbrojtës i vogël i rrugës. Ai ishte pjesë e një historie më të madhe, një historie që do të zbulonte të kaluarën, fshehtësitë dhe lidhjet që nuk i kishin treguar askujt. Elira do të mësonte gjithçka, por rruga drejt së vërtetës ishte mbushur me sfida. Ai do të duhet të përballej me ftohtësinë e një burri që kishte lënë të kaluarën të vendoste mbi të tashmen, me ndjenjat që nuk mund të kontrollonte dhe me marrëdhënien që po formohej ngadalë mes tyre. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension dhe pritje të padukshme. Elira nuk mund të pushonte së menduari për fjalët që kishte dëgjuar nga Ergysi. Ajo ishte vajza e Arben Kodrës. Zemra e saj ishte ngatëruar. Një pjesë e saj ndjente dhimbje për çdo vit që kishte kaluar larg babait, ndërsa një pjesë tjetër ndjente një kuriozitet të pashpjegueshëm dhe një shpresë të fshehur, por nuk kishte kohë për reflektim. Ergysi e kishte bërë të qartë se duhej të vepronin ngadalë. Asnjë hap i nxituar nuk do të bënte të lehtë të vërtetën. Dhe ndërsa ato ditë kalonin, ai I tregoi Elirës një botë që ajo nuk e kishte njohur kurrë. Botën e biznesit, sekretet e fuqisë dhe përgjegjësitë të pasurve, dhe mbi të gjitha, një pjesë të fshehur të babait të saj. Takimi paraditës me babain një mëngjes, Ergysi e solli Elirën pranë një kafene të vogël, jo larg ndërtesës ku punonte Arbeni. Ai I shpjegoi: "Sot do të takohemi, por mos u trem. Ai nuk do të lëndoj. Thjesht dëshiron të shohë dhe të flasë." Elira rrëzoi syt, u mbajti fort kutinë e saj dhe me një frymë të thellë hapi derën e kafenes. Brenda, aty qëndronte Arbeni, një njeri I gjatë, fytyrë e qetë, por sy që shfaqnin dhimbje dhe dashuri të pamas. Ai nuk foli menjëherë. Thjesht e shikoi vajzën e tij dhe për një moment koha ndaloi. "Elira," tha ai me zë të butë, "jam babai yt. Nuk e kam pasur guximin të vi më parë, por tani dua që të jesh ti ajo që vendos." Elira ndjeu një rrahje të fortë në gjoks. Lotët I filluan të rridhnin, por nuk ishte dhimbje vetëm. Ishte një përzierje e emocioneve që nuk mund të shpjegohej. Ajo nuk foli për disa sekonda. Arbeni vazhdoi: "E di që ke kaluar shumë. Dua të njoh, të dëgjoj dhe të jem pjesë e jetës tënde. Por gjithçka do të ndodhë me ritmin tënd. Nuk ka nxitim." Elira ngriti kokën dhe e shikoi. Ishte e vërtetë. Ishte realiteti që ajo kishte ëndërruar në fshehtësi. Zemra e saj filloi të hapet ngadalë. Tensioni me Ergysin, por historia nuk ishte aq e thjeshtë. Ergysi, I cili kishte ndërhyrë për ta ndihmuar, filloi të ndjente diçka që nuk e kishte parashikuar. Një ndjenjë përgjegjësie dhe një afërsi të pazakontë për vajzën. Ai nuk ishte më vetëm burri I ashpër që e shtyu në rrugë. Ai po bëhej pjesë e familjes së saj në një mënyrë që nuk mund ta pranonte hapur. Një pasdite, ndërsa po mblidhte ëmbëlsira të shpërndara në shesh, Ergysi I tha Elirës: "Dije se unë gjithmonë do të jem këtu. Edhe nëse nuk e kupton tani, edhe nëse nuk e dua të shfaq, unë do të sigurohem që të mos të ndodhë asgjë e keqe." Elira e shikoi me një emocion të çuditshëm. Nuk e dinte si të ndjente. Në një mënyrë, Ergysi ishte mburoja e saj, dhe ndjenja e saj për të filloi të ndryshonte ngadalë. Konflikti I papritur, por stuhia nuk mund të shmangej. Kur lajmi për lidhjen e Elirës me babain e saj filloi të qarkullonte në qytet, disa njerëz filluan të përbuznin vajzën për mënyrën se si kishte jetuar. Ishte një reagim I padrejtë, por natyra njerëzore është shpesh e pamëshirshme. Një nga më të ashpër ishte nëna e Ergysit, e cila nuk mund ta pranonte që vajza e shefit të ishte e përzier në jetën e tyre. Ajo filloi të bërtiste dhe të acarohej, duke e parë situatën si një kërcënim për statusin e familjes. Ergysi u ndjej shtypur midis lojalitetit ndaj nënës së tij dhe detyrës për të mbrojtur vajzën e vogël. Në një moment të rëndësishëm, Ergysi tha: "Mjaf, nuk do të lejoj që asgjë të dëmtoj atë vajzë. Nuk ka rëndësi se çfarë mendon nën. Ajo ka të drejtë të di të vërtetën dhe të jetë e sigurt." Ky ishte momenti kur gjithçka ndryshoi midis tyre. Një respekt I ri, një afërsi e pazakontë filloi të formohej dhe një lidhje e veçantë, një lidhje që asnjëri nuk e priste, filloi të lindte. Një ditë e veçantë ditët kalonin dhe Elira mësoi gjithçka që kishte humbur. Ajo filloi të kuptonte se babai I saj kishte bërë gjithçka për të mbrojtur të ardhmen e saj. Ajo filloi të ndjente dashuri dhe respekt për të, dhe një falënderim të thellë për Ergysin, që kishte qenë ura midis saj dhe babait. Një ditë, Arbeni dhe Ergysi vendosën të shkonin së bashku me Elirën për një shëtitje të vogël buzë lumit, ku ajo kishte kaluar shumë kohë duke shitur ëmbëlsira. Ishte momenti I parë ku vajza mund të shihte se dy burra të rëndësishëm në jetën e saj ishin pranë njëri tjetrit dhe pranë saj. "Babai im," tha ajo me një buzëqeshje të pasigurt, por të ndritshme, dhe "Ergysi, ju falenderoj që më ndihmuat.
Nuk e di si do ta kisha përballuar pa ju. Ergysi e shikoi dhe buzëqeshi lehtë. Nuk foli i shumë, por shikimi i tij tregonte gjithçka. Mbrojtje, respekt dhe një përkushtim të thellë që nuk mund të shprehej me fjalë. Arbeni e mori dorën e saj dhe tha: "Ti je vajza ime. Dhe kjo nuk do të ndryshoj kurrë. Ne do të jemi gjithmonë këtu për ty, pavarësisht gjithçkaje." Një fillim i ri dita përfundoi me një ndjenjë paqeje. Një kapitull i ri ishte hapur në jetën e Elirës. Ajo kishte zbuluar të vërtetën, kishte përballuar sfidat dhe kishte ndërtuar lidhje të reja me dy burrat që tani ishin pjesë e jetës së saj. Ajo mësoi se jeta është e papritur dhe ndonjëherë e dhimbshme, por gjithmonë ka mundësi për të gjetur dashuri, mbështetje dhe një familje që nuk e priste. Në një farë mënyre, shtylla e fatit që kishte nisur me një shtysë të ashpër në rrugë, tani e kishte çuar drejt një fillimi të ri, plot shpresë dhe mundësi. Elira mbajti kutinë e saj të vogël, por tani ajo nuk ishte më vetëm një shitse e vogël ëmbëlsirash. Ajo ishte vajza e një babai të dashur, mbrojtja e një njeriu të rëndësishëm dhe simboli i një historie që kishte filluar me dhimbje, por po përfundonte me dashuri dhe lidhje të fuqishme. Fundi i historisë Elira, Ergysi dhe Arbeni qëndruan pranë lumit. Rrezet e diellit të pasdites përhapen mbi ta. Ishte fillimi i një kapitulli të ri, një kapitull që tregonte se sekrete mund të shndërrohen në dashuri, konflikte mund të shndërrohen në respekt, dhe çdo shtysë e fortë mund të jetë fillimi i diçkaje të bukur. E ardhmja ishte e hapur, dhe për Elirën, çdo hap i ri do të ishte më i lehtë, më i sigurt dhe më i mbushur me dashuri. Historia e saj, që filloi me një shtysë të vogël, përfundoi duke treguar fuqinë e mbrojtjes, të vërtetës dhe të lidhjeve të forta familjare.